Këto janë 4 shenjat zodiakale që nuk e pranojnë kur dështimin. Edhe pse në jetë ndonjëherë fiton edhe ndonjëherë humbet, jo të gjithë njerëzit e pranojnë humbjen dhe kanë sjellje nga më të çuditshmet në situata të pafavorshme. Shenjat e zodiakut që nuk dorëzohen kurrë derisa marrin atë që duan janë: Demi, mendja juaj nuk është e përgatitur për një dështim, pasi keni gati të ktheni përmbys botën për të arritur suksesin që dëshironi. Të lindurit në shenjën e Demit shpresojnë të arrijnë rezultate maksimale edhe në rastet kur situatat ndryshojnë. Ndodh një kaos mendor nga i cili Demat mezi dalin. Dashi, nuk kanë gjë tjetër në mendje veç se të kenë sukses në jetë. Ruajtja e pushtetit është e rëndësishme. Nuk do t'i shohësh kur këta persona me duar të kryqëzuara që pranojnë disfatën. Bricjapi. Për bricjapët është e pamundur të humbasësh, duhet të fitosh në çdo moment. Janë të motivuar dhe nuk pranojnë kur një përgjigje negative. Luani, kapen fort pas fronit, pavarësisht asaj që duhet të bëjnë për të arritur. Nuk i kalojnë dot poshtë dështimet e tyre sepse ndjejnë që kanë ardhur në këtë botë për të bërë maksimumin me idetë e tyre brillante.